Edi Rama I ka vënë vetes afat për mbajtjen e detyrës së kryeministrit. Në rubrikën Symsy ku I përgjigjet komenteve të qytetarëve, ai u shpreh se detyra e tij e fundit për vendin do të jetë integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe unë personalisht do të vazhdoj deri kur do të jap edhe ty pasaportën evropiane. Dhe atëherë pastaj, me atë pasaportë evropiane, do më kujtosh. Duke folur për planin e rritjes, Rama tha se vendi ynë përfiton nga Unioni 64.5 milion euro si mbështetje për reformat dhe infrastrukturën. 30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it. Ju rikthye edhe çështjes së drejtësisë. Sipas tij, opozita shpreson për arrestime të tjera në Partinë Socialiste, ndërsa për kreun e qeverisë prokuroria e posaçme ka mbështetjen për të spastruar shtëpinë nga brenda. Rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, u sheka radhën, u futën gjithë në burg etj. Duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Vijoi me ironizimin me primaret e Partisë Demokratike, madje akuzoi kryedemokratin Berisha se po përpiqet të mbajë peng partinë më të madhe opozitare. Këtë e tregoi shumë qartë edhe praktika shumë hipokrite, shumë skufe, shumë e pabesë e atyre ngjoja primareve. Për kryeministrin, vota e qytetarëve në 11 maj nuk duhet të shohë ngjyrime politike, por të jepet të vetmes parti që sipas tij mund të bëjë vendin pjesë të Unionit. Është vendi për të hedhur votën, jo për të bërë të gjithë socialistë, larg qoftë, por për të kompaktësuar mesazhin për Bashkimin Evropian, për të mbështetur fuqishëm negociatat. Lajmëroi se në fundjavë do të rikthehet takimeve në diasporë, ku destinacioni I parë do të jetë Greqia.